IPCO ka dhuruar një donacion në vlerë prej 20.000 eurosh në ambientet e brigadës profesionale të zjarfikësve në Prishtinë në mbështetje të punës e të kapaciteteve të këtij institucioni të rëndësishëm të emergjencës. Ky kontribut vjen si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të kompanisë për forcimin e sigurisë publike dhe përmirësimin e kushteve të punës për zjarfikësit, të cilët çdo ditë janë në shërbim të qytetarëve. Me këtë rast, dëshirojmë të falenderojmë kompaninë IPCO, që një lider i ofrimit të shërbimeve telekomunikimit në Kosovë për një donacion jashtëzakonisht shumë të vlefshëm për brigadën profesionale të zjarfikësve për qytetin. Mendojmë që me rritjen e sigurisë në qytet, me rritjen e kapaciteteve të jo vetëm të brigadës profesionale të zjarfikësve, por gjitha shërbimeve të sigurisë në kryeqytet, rritet edhe mundësia e investimit, rritet edhe mundësia edhe hapen edhe mundësitë për investime edhe për rritjet e biznesit, që është një prej parakushteve për një zhvillim më të gjatë dhe më kredibil të kryeqytetit. Përveç se kemi investuar një shumë të madhe në 3 vitet e fundit si kryeqytet mbi 3 milion euro në ngritjen e kapaciteteve, po çdo donacion, në këtë rast edhe donacioni i IPCO-s jashtëzakonisht shumë ndihmon jo vetëm në aspektin operativ, por në aspektin njerëzor të ndihmës që brigada profesionale e zjarfikëve ka nevojë për gjitha ato shërbime, po gjitha ato kushte që t'i krijohen të kenë një punë më të lehtë, po edhe një qëndrim më të lehtë, qëndrim ditor dhe gjatë natës në ambientet ku operojnë dhe realisht jetojnë dhe kalojnë një pjesë të madhe të kohës së tyre. Kjo vizitë mbrapa vetes e përcjell edhe donacionin të cilin na ka ofruar operatori ekonomik IPCO dhe një donacion që ka vlerën rreth 20.000 euro dhe i cili drejt për drejt kanë ndikuar në përmirësimin e kushteve të kolegëve tu në shërbimin e zjarfikës dhe shpëtimit. Donacione, qysh e tham edhe më herët, përfshin janë të koncentruar në përmirësimin e kushteve. Për shembull, janë të rregulluara të gjitha fotelet ose ulset ku është vend qëndrimi në kujdesari ditore, natën e kuzhina është vendosur krejtësisht e re dhe ka ofruar kushte shumë më të mira. Pjesa e kuzhinës përcjellse ku është tavolina ose tryeza, karikat për ushqim, zyret administrative ku ushtrohet puna ditore e juni administrative janë të gjitha të rregulluara.